Diku e mund të që duke i për stadium me pa ndeshjen e Vllaznisë me Ignatin Final Four. Ngjet ndeshje interesante që do japim më shumë për këtë kot. Domethënë thash, çfarë të bëj sot? Thash, hajde bëj i për shoh ndeshjen. Kështu që vlogu për këtë gjë. Përshtypjet tona stadiumet Real Benja Lini, po që e çjoni këtë vitin thjesht fare. Ishte gjë interesante që ndodh tashti që Ignati po provokon lojtarët e Vllaznisë nga minuta 23 dhe përsëri nuk ka, domethënë thjesht po bim pre provokimeve, po shkakton me karton verdh sa carum ndeshja, kanë hedhur shumë gjona dhe tifozët, po që se dia ja pa bëjmë vetë kastide që të humbin fokusin gjatë ndeshjes, gabojnë pse thash, po që do jetë gjë interesante deri tash. Loja ashpër, lojë me not. Pjesa parë dhe 1-0 bon një super gol me kokë Ignatia nga një cross. Po ideja është tillë që kemi një Ignatia që mas minutës 25 boni një super lojë dhe boni lëvizje të lezetshme që nuk është e lamë vllazërin fare të vite dhe ishte me administrim të ojës total 100% meshës. Shohim në pjesën e dytë të mirë si të shkojë. E vërtet, sa parashikova dhe 1-1. E goditën shenjë, nuk e prisja një ultim i mbrojtjes për moment. Edhe një. Nezo, po shofin varin duket. U qëjt goli, u qëjt. Edhe 1-1, se di kam të shpresoj një reagim të Ignatias në minutat tonë. Minuta 77, 1-1. Kaloj sa dusha. Kaloj 10 minuta, mund ta bëj dhe Vllaznia ta fitoj ndeshjen, ta kthy. Damiano, si thuti? Mos e ke bo 2-1 për Vllaznin? Apo? Ashtu, ha? Presim super ndeshja, ha? Tash do jetë ndeshje e bukur sepse do luajnë fort nga të dy ekipet. A mendon? Gol nga Enzo direkt është. Nga i Kallaku është i rrezikshëm. Më portë gjujti, po që ishte e lehtë. Si du në dituqë. Bravo, e spazio. Tire! Letë ndeshën nga fillimi, mendimi jotë. Mëse merituar Ignatia luti me nervat e ekipit.
edhe lujti e la që do mershin me llafet, me faullat, me gjonat, i hynin kokë gjithë dhe lojtarëve të Vllaznisë dhe humën Kuduro. 25 minuta Vllaznia boni lojën e vetë, më pas ishte Gnatja që e lëshonte, se s'po të shplote, më pas ishte ajo që sulmonte. Ne pam neve me 10 lojtarë, administroj shumë mirë, kishte raste dhe me bo golin e tretë dhe thjesht ishte menaxhim lojës total. Pse Vllaznia në 101 minuta luajti vetëm 15 ose maksimum 20 minuta? Unë besoj se ka qenë edhe direktiva trajnerit, duke di se Vllaznia gjithmonë janë euforike dhe lojtarët edhe tillë edhe tentuan që ta lodhshin me fizik, me faulla, me i nxjerr lojtarët që të humshin direktiva edhe trajnerit duke të njohur edhe trajneri është vetë është trajner që nxjerr boll shumë edhe si tifozëri, si lojtarë, si trajner dhe po u futen kokë këtyre njerëzve e harrojnë fare direktivat e neshjes dhe humbin fare. Rogozhina ka, po themi 3 vjetë që jemi mrena pa llogarit vitet e tjera që dominon futbollin shqiptar. Për mendimin tim ka i 5 vjeçar të mirë që po dominon Shqipëri, kampionatin shqiptar. Është ekipi më i mirë edhe si vjetë ka treguar vetën ku ka dash ka fituar neshjes. Nesër është Elbasani Dinamo. Si e pret atë? Kalova pak shpejt të ndeshja nesër me do. Jo, nuk ka probleme. Elbasani, unë pres nga Elbasani të drejtën që të ketë një reagim nga ndeshja fundit se ishte turpshme. Shumë e turpshme. Nëse Elbasani fiton nesër, marrim këtë gjë. Vllaznia mund të hapi portën ose jo, nuk e besoj sepse Vllaznia nuk është nga ato lloj ekipe që bëjnë ndere tilla. Është një ekip më solid edhe të luftoj. U të pru sot për shembull që fitoi Urrap. Ja, sot, si ka qoftë sot. Jo, nuk ishte turprim, po më themi që Urrap ndeshjet fundit do ta bëjë fitoren deri. Mendimi im është që gabimi i Vllaznisë ishte ka fillu që në ndeshjen e Vllaznia Ballçi që humbi 0-2. Po, e vërtet. Fillon është humën e kanë humbur atë kimin, atë po fut në kokë është ajo gjoja që po fut në kokë ai zhapiku do të luajë dhe ti nuk e momenjen me po skemat, me lujt, me po pas. Ne kena pa Vllaznin që dita bonte pavasat elementare. Ose është e vërtet që Vllaznia këtu në Tiranë ose në Albania nuk dit lozi, po i rëshket loja. Është gjithmonë është ajo macja zezë që vetëm shtëpit vetë është i rrezikshme, kurse ku del në transferta e ka problem ku lozin transfer. Qëndron edhe si mirë. Sinqerisht sot pëlqeu Rogozhina. Edhe Vllaznia, nga i goli parazimit i dha një... I dha entuziazëm, i dha i gjatë bukur, po që kjo është ndeshja, kjo është e gjitha. Pra, nga nesër qa pret? Unë pres pak një reagim tek Elbasanit, po edhe Dinamo nuk e shoh Mangjo, do i ditë ndeshje luftume, besoj se do jetë me gola. Elbasani ka mungesa, kështu që e shoh një ndeshje me gola, do me ka 2 krahë. Po fituesi nuk e di. Sepse besoj se do caktohet nga episodet e caktume. Pyetja e funit. Rogozhina e puni ka pakun? E ka vonë ka pakun. E ka tregu 100 ndeshje të parë. Ne ne kalum një mbrëmje ndryshe e nuk kisha kohë që kisha pa një ndeshje kaq bukur. E vërtet është ndeshje shumë ndryshe nga ndeshjet e tjera të kampionatit. Atëherë Damiani do të çorrazim kur dalim jashtë. Po fjalë. Damiano, çfarë do me pi? Coca-Cola. Qa do tjetër se e meriton? Do me i pizë. Okay. Okay.